Vetëm aty ku mujt mu taku me to, po u konë diçka shumë e shkurt. Ka ona biznesit, nuk është që më ka lujt shumë rol, nuk është që kom fitu diçka për saj, se nuk kom hi për me fitu. Thjesht emitimin e gjestit, shumica shoqnisë në Gjakov, halopa e nisë më thëshin gjesti këtë si ti, ose ti këtë si gjesti, më thëshin gjesti, halopa e nisë me bo video. Njëherë nuk më pëlqeke, nuk isha qef. Po dikur familja e nisi me më thonë pësë s'pja e nisi edhe ti me bo video si kur e emitu, nështë ta mri, nështë ta mërë vju, sa pëse jo një eksperiencë e re. Edhe dikur u binda edhe natën dikur merdhe, kështu apet spontanisht, po thamë, ka ora 11 natës, nështë ta ku bo një video shumë shpejt, edhe postova me njëherë, mu i me thonë që për një orë ka shku shumë viral. Edhe nuk e prita që për një ma qaq shumë e dojnë Dolem fjallë familjes. Po, mas ne vazhdova se kum pas komentet të mira. Do më thonë, më ka ardhë motivi edhe për komentetve të mira se e ka ndosh shumë gjestin. Edhe për atë arsye kum vazhdu të emitu, po ajo ka ndodhë vetëm për humor, dishka për qef, nuk është që kum bo për me përfitu prej saj. Po sa ma ndeja pe hajrin? Ka njëherë po mdokët që gjanat spontane janë ato që rjedhin mas mirje dhe ndështa i kalojnë komplet prishmërit e gjithë cilit prej njëve. Kur ndështa bojmë diçka që nuk e presim, ndështa në këmbim e pas një audiencë kaq të madhe, ma ndej dim edhe me uqudit edhe dal në një formës të titër në dal krejt për i prishmërive të cilat na ndështa i kemi pas edhe shpesh e rezulton që ka qenë ndështa diçka shumë për cilën ti në një formës të titër në ki pas nevoj, po thëmë kështu ndështa, për shkak që ndështa thjesht e kapni një audiencë edhe ma ndej është fridzën në mënyrën që shtin të shta me ndën që është mas miri për vetën. Për shka që pëllu t'ja kom po hajrën është thjesht nështë ta që më kanë njoft njerës ma shumë, sidomos në Prishtinë këtu kur e marrë se cili më kanë njoft. Gjithë më kanë njoft, po më e më thonë që e kom menagju mirë, që kom dit me dollë për rolet edhe me vazhdu me audiencën teme edhe video qysh unë i bëj. Jo, do më thonë me vazhdu një cikur gjesti. Gjesti o konë në epokën kur konë Big Brother edhe me njerë si ka marru në konë vazhdu me metodat e mija, me videot e mija dhe kështu. Njerës të kanë shumë kuriozitet sa i përket kësaj, që ma tepër për një fenomen që shka qenë gjesti ose ndërshta që shka qenë Luizi me që edhe përmendëm pak ma herët, ma ndej njerës të kur dalin prej Big Brotherit, prej formateve të tilla, këto personazhe ma ndej janë shumë kurioz me ditë çka po ndodh pas Bigut. Tregon pak, kur dul gjesti prej Bigut, edhe u shpall fitues edhe gjithçka tjetër, ke pas ndoshta mundësi me kontaktu me të, ose ndoshta ndonjë shej që i ka pa videot e tua ose diçka tjetër, qoftë ndoshta edhe prej njerëzve ti. Me kontaktu ose mund dëgjuj jo, nuk më ka ra, po thjesht ka qenë një natë në Gjakov, në diskotekë, edhe unë gjithë më bindën hajde shkojmë, se nështë ta hinë edhe bëm foto me to, se njoftohesh me ta. Edhe u binda shkova, vetëm aty ku mujt mu taku me to, po u konë diçka shumë e shkurt. Nuk ka qenë afat gjatë, do më thonë ka performu, mas performimit kemi shku në dhomen aty që rrim këngëtarët, jemi taku aty, kemi bo një foto, edhe me njëherë jemi ndo